Oggi facciamo gli spaghetti alla bolognese, një pjatë klasike e kuzhinës italiane, ragu alla bolognese. Për këtë recetë do na duajnë qep, të cilat do t'i grim kështu dhe do t'i vendosim në tigan që të skuqen. Pas qepve e ka radhën hudra, marrim dhe hudrën e grim kështu dhe e shtojmë në tigan. Salcës i nevojitet dhe karrota dhe selinoja, po unë selinon nuk kisha, kështu që e bëra vetëm me karrota. Do t'i lëm këto që të kavardisen për 10 minuta dhe pastaj do të shtojmë mishin e grirë. Pasi mishi të jetë skuqur mirë, do ta shuaj me pak ver të kuqe, më besoni që jep një aromë dhe një shije fantastike. Do të shtojmë dhe salcën e domateve dhe pastaj do të shtojmë pak ujë që ta lëmë mishin të ziejë. Këtë do ta lëmë të ziejë për të paktën 1 orë. Me qëra fjala shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Kur salca të jetë drejt përfundimit, do të vendosim spagetit që të ziejnë. Kur spagetit kanë zier, do t'i shtojmë në tiganin me salcë dhe do t'i përzejmë bashkë. Kjo ishte edhe receta ime për ju sot, uroj t'ju ketë pëlqyer, mos harroni të bëni like, lini një koment dhe bëni follow. Shihemi videon tjetër. Ciao.